Piramidat egjiptiane janë një nga çudirat më të mëdha botërore dhe ndërtesat më misterioze që ekzistojnë në tokë. Enigma e ndërtimit të tyre si dhe efektet e tjera rrezatuese që shkaktojnë ato edhe sot e kësaj dite mbeten një sfidë që seriozisht e vën në sprovë njohurinë tonë të pakontestueshme materialiste të quajtur shkencë. Vërtet, shkencëtarët tanë mbeten të manitur jo vetëm nga mënyra e vetë projektimit dhe aftësisë së ndërtimit të këtyre piramidave gjigande, por edhe nga efektet e ndryshme misterioze që krijohen nga hapësirat labirinte të korridoreve të tyre, duke shkaktuar ndryshime kualitative në përbërjen materiale të disa substancave. Nga 3 piramidat më të njohura të faraonëve të Egjiptit të lashtë që gjenden në rrafshinën shkretinore të Gizit afër Kairos, si më e madhe dhe më tërheqëse konsiderohet ajo e Keopsit. Ka një sipërfaqe për 1300 metrash, ndërsa perimetri i themeleve është 910 metra. Lartësia nga bazamenti deri në majtë të saj është 138 metra dhe hyn në grupin e 7 çudive më të mëdha botërore. Dihet nga të gjithë se tërë konstruksioni i saj piramidal është i ndërtuar prej bloqeve të mëdha prej guri dhe secila prej tyre peshon 55 tonë. Të gjithë këto bloqe janë të vendosura në një renditje tejet precize, gjë që edhe i çudit shkencëtarët tanë, duke i krijuar shumë dyshime të bazuara nga kanë ardhur këto bloqe kolosale guri, kur dihet se i tërë regioni aty afër është një hapësirë shkretinore prej qindra kilometrash. Nëse janë marrë diku tjetër, atëherë si janë transportuar deri aty? Si kanë mundur këto masa 55 tonë është të ngrihen në lartësira më të larta morale të konstruksionit të piramidës, pa pasur një teknologji të përsosur ndërtimore sikur e kemi ne sot. Forma piramidale dhe dimensionet e caktuara precize gjeometrike tek piramidat e Egjiptit tek studiosit tanë bashkohor nuk shkaktojnë vetëm mëdysje në mënyrën e konstruktimit dhe ndërtimit të tyre, por edhe tek efektet e caktuara mrekulluese që shkaktohen në hapësirat e brendësisë së saj. Kjo dukuri ka sfiduar shumë shkencëtarët. Pranimi zyrtar i efektit çuditëbërës të piramidave së pari është regjistruar me rastin e njohur si rasti Derbal, në entin çekoslovak të zbulimeve të reja dhe patentimit të tyre në numër 91304 gjendet i regjistruar një zbulim i inxhinierit nga Praga, Karel Derbal. Ai një kohë të gjatë interesoi përpara psikologjinë dhe fenomenet jashtëshqisore dhe nga shumë hulumtime të veta të bërë nga ky fushë, më në fund zbuloi se piramida ka një forcë magnitëse, e cila transformon një lloj të energjisë kozmike për ne ende të panjohur. Po ashtu ai vërtetoi se dhoma ku ishte vendosur kufoma e balsamuar e faraonit gjendet në 1/3 e lartësisë nga pika e mesit të konstruksionit të piramidës, gjë që jo rastësisht mu aty ishte qendra e veprimit më të koncentruar të kësaj energjie specifike. Mjafton që njeriu në një piramidë të improvisuar sipas formës dhe dimensioneve të saj që e prezantuam, të qëndrojë vetëm 15 minuta në ditë dhe pas disa ditësh do të vërejë përmirësimet e dukshme të procesit të mbajturit në mend dhe rritjes së shkallës së inteligjencës. Qëndrimi në piramidë në rrethanat e njëjta shkakton po ashtu dhe humbjen e kilogrameve të tepërta nga trupi, tek tullacët rritjen e flokëve, si dhe ka pasur raste të shërimit të sëmundjeve të ndryshme. Por çfarë efekti duhet të ketë piramida nëse ajo kthehet mbrapsht? Pas shumë eksperimenteve të bëra, në këtë pyetje përgjigjen na jep shkencëtari bullgar Litinov. Rezultatet e tij të arritura te kalonin çdo parashikim. Piramidat e kthyer mbrapsht jo vetëm se nuk i humb efektet e veta të theksuara, përkundrazi ato rriten dhe shumëfishohen. Ta zëm, virusi, gripi dhe antibiotik të ndryshëm arrin imunitet të shumëfishuar. Penicilina e mbajtur disa ditë në piramidën e kthyer mbrapsht e rrit efektin e vet deri në 10 herë më tepër.